ai fillon ndjen një lloj sigurie që pritës që kam vetëm unë që mendoj kështu dhe nuk jam i prapambetur ose ku diun ka njerëz tjerë që po shohin të njëjtën gjë dhe po reagojnë. Do thënë edhe ajo lëvizje që unë po përmendja që parë ka filluar thjesht si faqe Facebooku, po tani ajo është bërë endorse nga disa parti politike në ato vende. Edhe është futur, është bërë pjesë e programit të këtyre partive politike për rivitalizimin arkitekturor të në ato zona që ata mund të fitojnë, ato bashkitë e tyre. Me thënë që nuk është për të nënvlerësu që ne bëjmë këtë podcast, mund bëjmë të dytin, kemi bërë dhe ne 2 episode me Tempullin e Onufrit, po për këtë çështje. Me thënë, ne kaq kemi në dorë, kaq do bëjmë. Po të ishim politikanë, ndoshta do bënim çik më shumë. Nuk e di, po që nuk është se pa vlerë.